Përshëndetje shok dhe shoqe. Sot do t'ju tregoj diçka që ndoshta nuk e keni menduar shumë, por që ndikon shumë në shëndetin ton. Ju ka ndodhur ndonjëherë të ndiheni të lodhur, të shqetësuar, ose të mos flini mirë natën? E po shkaktari i kësaj mund të jetë zurma. Po, jo vetëm që zurma na shqetëson, por ajo mund të dëmtojë trupin ton pa e kuptuar fare. Sot do t'ju tregoj gjithçka rreth zurmës dhe se si mund të mbrohemi prej saj. Le të filloj me një pyetje të thjeshtë. Çfarë është zurma? Zurma është çdo tingull i fortë dhe i padëshiruar që na shqetëson. Ja disa nga burimet kryesore të zurmës: makina trafiku, sidomos kur dikush bie borin pa pushim; muzika me volum shumë të lartë; njerëzit që bërtasin; makinerit dhe ndërtimet, qenë që lehin pa pushim. A e dini se qyteti më i zurmshëm në botë është Dhaka në Bangladesh? Trafiku atje krijon zurma që i bën njerëzit të stresohen shumë. Tani do t'ju tregoj pse zurma nuk është thjesht e bezdishme, por mund të na bëjë edhe keq. Dëmtimi i veshëve. Nëse rri shumë pranë zurmave të forta, dëgjimi yt mund të dëmtohet. Ka raste kur njerëzit nuk dëgjojnë mirë për shkak të jetës në ambiente të zurmshme. Stresi dhe lodhja. Zurma e madhe na bën nervoz dhe na lodh mendjen. Mund të na shkaktojë dhimbje koke dhe mungesë përqendrimi në shkollë. Probleme me zemrën. Zurma e vazhdueshme mund të rrisë rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut. A e dini se në Barcelonë ka 300 raste të sulmeve në zemër çdo vit, vetëm për shkak të trafikut të zurmshëm? Vështirësi për të fjetur. Trupi ynë ka nevojë për qetësi për të pushuar. Edhe kur flini, veshët tuaj nuk ndizen kurrë. A e dini se 90% njerëz në Evropë vdesin më herët çdo vit për shkak të ekspozimit ndaj zurmës? Now I'll give you some tips on how to protect ourselves from noise. Don't listen to very loud music and don't shout when you speak. If you're in noisy places like stadiums or loud parties, you can use earplugs to protect your ears. Find quiet places. Go to the park, read in a quiet room, or rest away from noise. Plant trees. Trees help reduce city noise and make the air cleaner. Pra, shok, sot mësuam se zurma nuk është thjesht një tingull i bezdishëm, por diçka që mund të na dëmtojë shëndetin. Tani ju pyes ju, cili është vendi më i qetë ku keni qenë ndonjëherë? Si mund ta bëjmë klasën tonë më të qetë? Çfarë tinguj ju qetësojnë? Le të kujdesemi për shëndetin ton duke zvogëlluar zurmën rreth nesh. Faleminderit që më dëgjuat.